Tapet e bajna kjo? Po. Po ti ku e ke bërë tëndin? I don't know who did. He go no, I daddy. Iku e nonës, të laudadi bytën, në? Mirë. Kjo mos ta bëj te Bebelina, se është turp. Kjo ta bëj, që është sa një gomar. Po ti si bebi motrën, që e kje ti bebi motrën? është vrarë o shpirë, është qerë, më thonë. The phone to baby motor. E ke shumë gjanti? It was it. A gjë e bërja? Oh my god. Si të shikon? E ke shumë gjanti? Qa e ke ti? Baby motor. E ke bebi motër, Mama, the baby motor. Pa bebi motra, pa. Me kujdesa, mos përsho shumë. Mama, the baby motor. Pa. It's on baby motor flogo. Ti shkulli flokta? Të bari gjan të koka, po. One more time, cuddle. One more time cuddle? Okay, then një përqafim. The baby clown on a baby motor. Do ta mbash në krah? Po. Baj këtu. Kështu. Kujdes se ka qafën keq. Tu. Të ndihmoj mama? Da, I have a Okej. Kush e bërë atë? a banana boy. Bushë plot. Dhe kam bushur plot. My baby girl, you look so Qa I the prap? Where's my baby girl? Where is my baby girl? I love you, Daisy Rosie. E ke zemër e do shumë? Po. Sa e do shumë apo pak? The Zoom. E do zoom, më të keqe. Okay, the bike ran on a Ta mbash në krah prap? Këtë pun kemi në tërë ditën. Okay, Fiki. Ta fikon këta që të mbash motor në krah ti. Po. Po të filmoj dhe në qik. No, Fiki. Fiki. Baroj, Tommy. Baroj. Fiki, 2 minutes. Because Loga ndonë të mbante qik bebi motrën, e ndërruam të dy bashk, edhe më e bang shtu tani. Edhe kjo bebi motra që po e puq. Ciao. Ta marr mami tani? Të puqi prap? Ta marr mami? 1 minute. E do dhe 1 minutë. Ka 5 minuta që më thot, 1 minutë, 2 minuta, prit thot. Se do ishtë ta mbaj. Kjo është gati për t'ja plasur të qarës. It's on baby motor. Ore çun të thot mami ty, kjo është më çup. Ti e djalë. Ti e çun, kjo është çup. Ta marr mami tani? Po. Okay. Thank you. Yeah, thank you. Pas e ta jep mami prap. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një video të re. Si që shikoni, jemi jashtë, do me thënë jam jashtë. Këta të tjerët jam brenda në makinë. Edhe thash ta hap videon këtu, sepse nuk e di qoftë do mundem të filmoj. Do dalim, do shkojmë. Arsyeja kryesore është që të vemi të blejmë disa rroba për Daisy, sepse është rritur edhe nuk I bëjnë, edhe pastaj nuk e di, do vim vërtet të shikojmë çfarë do bëjmë ndonjë tjetër. Ditën e kemi shumë të lezetshme me diell, vetëm se është pak e freskët. Veshja ime për sot është kjo. Kisha futur këtë këtu. Edhe duke I lezetshëm. Kjo bluza është shumë e trashë, të mban val, fundi është I holl, po s'ka problem.
Kam edhe një pellush. Shikoni edhe çismet. Nuk e di nëse shikoni gjë që aty, se unë shikoj gjë, por nëse. Kam edhe këtë pellushin. Nuk jam fort e sigurt nëse shkojnë shumë, po s'kisha ndonjë pellush tjetër të gjatë, ose ndonjë xhu, ose ndonjë pallto në ngjyrë të çelët. Përgjithsisht i kam nga gria edhe bezha, edhe ngjyra të zeza, këto kështu domethënë. Më thoni, duket lezetshëm apo jo? E rëndësishme është që jam ngrohtë. Do ikim tani edhe mbase flasim më vonë. I kepi zogut patatina. Jepi zogut patatina aty. No gosh, careful. But for me, what's this one? Hadi këtu Logan. Hidhi Logan, hidhi këtyre nga ana tjetër, hidhi, come on. Bravo, ha. За рогом. Këtë tjerë, shiko ku i kemë, po vjen. Hani shpejt toj, se po u japu, nej. Jepi mor. Okej, hidhi dhe mor. One more time, last one. Hidhi. Oh no. Kja akoma, mbriti këto që këtë hidhi, hajde. Vetëm mos ju afro aty poshtë të hidhi. Shpejt, hajde këto. Që kanë më shumë të embla të tonë. Kom on.
Shikon dhe në mami? Prit. Okay? Bravo. Bravo Logan, love you. Na, do ta tani këtë. Edhe një kështu të lumta. Tek zo për ty, ta çaldini mami atë. Të falë zoti, të falë zoti. Pycaj me ti. Așa e, dar ce poate, uite să putem. You're my favorite boy. Okay? Asta ce dai și așa. Yeah, sorry guys. Alright. Mbaroj mama me foto, tani e ka radhën bebusi Logan, se më pyesni gjithmonë. Si shikon me cëftësyrit, shiko te dadi ti. Më pyesni gjithmonë si I bën fotot Logan, ja si I bën, rikështu si bish. Bravo Logan, love you. Na, do ta hash tani këtë? I love you so much. Okay, do ikim. Do ikim tani, po. Ne si fillim erdhëm një xhiro tek kjo qyteza ku kemi jetuar kohë më parë, tek liçeni ku dilnim, edhe ku kemi bërë xhiron e parë me bebin Logan. Ne kishim marrë për shtëpi të liçenin, prandaj dilnim shpesh herë këtu. Na doli një çik diell, se deri tani ishte vrendur, po edhe pak edhe ka dhënë që do filloj shi. Kështu që përfituam nga rasti, bërëm një ecje këtu, morëm pak ajër të pastër, u kënaqëm. Bëm disa foto që shpresoj të kenë dalë të bukura, disa video, ca filmime, ca gjëra kështu domethënë. Edhe avash avash do rrotullohemi, do shkojmë përsëri te makina, që do bredhim një çik dyqaneve. Siç thash, do shkojmë të blejmë ca rroba për Dezin, e cila po flet gjumë. E zgjova një çik, e mora në krah që të bënim të katërt një foto, edhe e vendosa prapë te vendi vet. Tu gjumë. Shqyr zotit në makinë fle, edhe kjo, edhe Loganit të dy, sa ndizet makina, direkt I zë gjumi, të paktën ju pëlqejnë udhëtimet. Edhe kështu goca. Ky pellushi që kam veshur më mban val. Kujdes se po vjen një biçiklet shpirt. Dil para mamit? Bravo. E hoqa për disa minuta që bëra disa foto me këtë bluzën, që është një ndër të preferuarat e mia, edhe prap nuk kisha ftohtë, sepse, domethënë frynë erë është diku te 5-6 gradë, në gradë ullët është, nuk është se është në një ngrot I madh, po prap unë isha ngrot edhe me pellush edhe pa pellush, sepse kjo bluza që kam veshur është shumë e trash. Të bën shumë val kjo, fantastike. Plus pastaj me pellushin sipër akoma më ngrot. Okej. Kështu, do flasim më vonë. Hidhi pa të tina ti han ato. Mos ju afro. There. Sa
Sapo dola nga dushi siç e shikoni, erdhëm në shtëpi, hëngrëm, pim kafen edhe unë direkt u futa në dush. I dhash për të pirë Daisy njërë, pastaj u futa në dush. Andaj brodhëm nëpër disa dyqane, nuk u vonuam shumë, filloi një shi shumë i madh. Domethënë filloi rrebesh, jo shi, si rrallë herë këtu në Angli edhe ikëm me shpejtësinë e erës. Vetëm që këta Aldi blem disa ushqime edhe ato i bleva unë shpejt e shpejt, këta më pritën në makinë edhe mora një kosht të vogël sepse s'kisha një monedh për karrocën. Desha të merja akoma më shumë gjëra, po përtoja të kthesha në makinë, të merja një monedh, nga që jam mësuar që paguaj gjithmonë me telefon me kartë. Harroj të marr këtë lekun për t'ja vendosur karrocës, edhe u detyrova mora vetëm gjërat kryesore që më nevojiteshin më shumë, pastaj vajtëm një çik tek Poundlandi për molto, për klor, për gjëra të tilla. Pastaj vajtëm tek ku vajtëm tjetër? Te Primarku që i morëm Daisyt ato rroba, disa badi, gjëra kështu domethënë të thjeshta, meqense është rritur edhe nuk i bëjnë. Po doja të tregoja, thjesht i hapi logan, i bëri fije dhe i thash okay, siç i ke tani të hapura kështu i futin lavatriçet, i bëj një proces të shpejt. Që ti ketë lepurushka gati, ajo po qam poshtë, do ta marr tani do ta laj. Të vendos një çik këto gjërat sepse më bëhet fytyra shumë keq, nuk e duroj dot. Qyçja sapo qan. Ama është me Albani, nuk ka problem, le të qaj. Edhe kështu goca, momentalisht në fytyrë kam bler 3 serume tek Aldi, doni ju që janë shumë të mirë, fytyra ime nuk e ka fare problem. Mos më vini re mustaqe tani aman, se me zor po pres kur do vi dita që të bëj lazer, ti heq, ti zhduk. Jam duke kërkuar për disa këtu vërdall zonës time, gjeta një vend që përdorin lazer edhe duke shumë e mirë. Tani thjesht më ka mbetur që të bëj rezervimin, por do pres edhe një çik më shumë, duke qenë se jam 2 muaj pas lindjes. Do pres 3, ndoshta 4, po do doja tani se sa më shpejt që të paktën të kem bërë disa seanca përpara se të vi në Shqipëri. Biletat i kemi prenotuar për në qershor dhe deri tani janë ndryshuar 4 herë. 3 herët e para ndryshon orarin. Kishin për tikur paradite, do ikim pas dite, kishin pas dite, na u bë paradite, pastaj darkë, orare jashtëzakonisht të çrregullta, edhe 3 herët e para e kemi pranuar. Okej, s'ka problem, le të ndryshohet ora, hajde se po ikim në këtë orë. Dje në darkë përsëri e njëjta gjë u ndryshua, edhe tha Albani, di çama acaruan nerva, do t'i anulloj fare, edhe atje jepet një opsion që mund të ndryshosh e pranon, nuk e pranon ndryshimin që ata bëjnë, ku di unë, nuk e pranuam, e anulluam edhe preu Albani biletat të tjera për një ditë më përpara, sepse i binte më lirë. Ndërkohë, surëmet që po përdor janë vitamin C, të treja nga kjo që ka Aldi, vitamina C, hyaluronik acid, kolagjeni. Pra, super të lirë, thashti marrë t'i provoj një herë, do t'i që nga në okej, kam një, po ta vini re, kam harxuar goxha, shikoni, që të kjo këtu. Që i kam përdorur. Sigurisht vitaminën C nuk e vendos në darkë, e vendos vetëm gjatë ditës, ndërsa hyaluronikun edhe kolagjenin i vendos edhe në mëngjes edhe në darkë. Tani do vendos edhe këtë kremin me kërmill, shumë i mirë ky, fantastik. Edhe kaq, kjo është rutina ime. Nëse do ishte mëngjes, do kisha vendosur edhe kremin e diellit sipër, nuk është mëngjes, kështu që e mbyllim me këtë. Edhe kështu më goca. Pushoj ajo zoga e vogël. Tani do t'i marrë një çik vaj në saj, e do t'i bëj flokët me vaj, do t'ja masazhoj pa kokën, sepse ka akoma nga ata koret. E keni parasysh ato koret që ju krijohet bebave tek koka, ka akoma Daisy nga ata, dhe do t'i afërkoj mirë me vaj, që t'i zbuten, e pastaj do t'i bëjmë një dush dhe shpresoj shumë që të flej gjumë. Rutina e saj e mbrëmjes përgjithsisht kështu është, jo çdo ditë i bëj dush, Loganit i kemi pas bërë çdo ditë. Ndoshta nga që Logan lindi në verë, edhe ajo vera e qershorit atëherë që lindi Logan ishte jashtëzakonisht shumë vap, edhe e freskonim dhe flinte, plus që Logan qante shumë pas dite, jashtëzakonisht shumë edhe e qetësonte ai dushi. Ndërsa Daisy nuk e lajm çdo ditë, e lajm vetëm 2 herë në javë, edhe e zë gjumi, përpara disa javësh flinte në orën 1, më këputi në orën 1, edhe unë çohesha në orën 7 se do të çoja Loganin në kopësht, më këputi, ndërsa plus që çohesh edhe natën, se 1:07 të paktën të flija kaq pa u zgjuar, okay, po flinte kjo zonja në 1, pastaj çohesh në 3 ose çohesh në 4 edhe e bëja të gjumin me shkëputje, e keni parasysh.
po tani ka filluar të flërë 10:30, 11, zakonisht në 10:30, çohet në orën 4:00, pastaj kur e zgjoj unë në mëngjes që dërgojmë të dyja Loganin tek bebat. Kështu. Ndërsa Logan vazhdon akoma të zgjohet edhe na vjen në krevat. Ka net që nuk zgjohet, ka net që zgjohet. Çfarë të bëjmë? Kështu. Ja questo. Ja bëri mama kokën me vaj, e masazhova mirë si që thash, edhe tani po presim dadin të vit i bëj ujë gati që ta fusim në dush. Gjanë si çung shumë me flokët përpjet? Gjanë e cikë si çung së ti? Ciao, që nuk donte, po s'kemi që të bëjmë, do bërë. Okej? Ti kisë? Hello, Tiny. Hello, Tiny, vetëm Tiny që s'është kjo. Kjo bën, jo nesër pas nesër, sa është dhe sot, rrethë duket. Datën 2 bën 2 muajshe, në 2 shkurt, dhe vesh roba për 3 muaj e sipër. Do me thënë, nuk është Tiny, me thënë drejtën. Kurse Logan ishte 1 vjeç edhe vishte roba për 6 muaj. Sorry. Nuk të puth, no jo. Te ikim të bëjmë dush. Të bëjmë dush e ti do flësh gjumë, okej? But this baby water. Me what's baby water? Ha? You like mother. Jo te madhja, te vaske madhe, te vaske vogël, e The vete. BSY. E bia atje të ke madhja kjo. Të ke vogla atje futet. It's too big. Është too big, yes. But think about placing more little. Placing more little. Kush ka filluar qesh, o zot, kupton ti dhe qesh, a? It's just baby water. Kupton edhe qesh. It says the cooking tooth baby water. Të kesin, mama ty. Bebi motra do bëj dush, Logan në futi pari në banjë. Më nëzis të njësu. Do e flasë qupave dhe ti si blaj. Sa shumë që e do Logan, o zoti madh, sa shumë që e do. Të qaj kjo është e kokë e kësaj. Nëse nuk jam unë në dhomë edhe është zgjuar, edhe më thret mua, po edhe i gjej unë që i ka dhënë biberonin edhe po jam banë. Që mos të qaj kjo. Çdo ditë do foto, thot ta mbaj nonën në krah, thot ta mbaj Logan, ja punë e ban. Picture, mami, picture, do që t'i bëj foto. Oh, tani e prishe punën ti. E do jashtë masë shumë. Edhe ti do tatuaz flajnë aq shumë? Ha? Okej. Më dale të bëhet ujë gati. Më dale. Shumë mira bere Logan, shumë mira bere. Jo, i ka tje Logan, i se bari, i dhe qani. A pussy.
Unë duke gatuar, Dadi duke fshirë, të dy nga njëri dhomë në tjetrën, shikoni se qa bën ky. Vi dhe gjej bebushat e mi kështu, ka larë duart, se dëgjova që i tha Albani, Logan dil na bajna, qa po bën? Ky po lante duart, edhe i ka dhënë gishtin kësaj. Që të pushoj kjo se po qante. Ky erdhi në kuzhinë, tha, mami, po qanë bebi motra, pastaj vajti mbajnë lau duart. Po unë isha e zënë, edhe nuk erdha dot për momentin. Do vi mami t'i japi tani të pi, okej? Here's a pizza doll. Po të bëj mami picture, yes. I jep këtë pjesën këtu, këtu lart të kafshoj, jo thorin, të lëpi do me thënë ajo. E mban kështu. Menuja për sot ka fazan me përshesh. I vajti mendja Albani, tha, me që se jemi pushim në shtëpi sot nuk do dalim, do bësh në një fazan me përshesh? Okej, thash, edhe e vura këtu. I kam hedhur erëzat, vaj ulliri, pak ujë në fund, edhe gati për presion. Po rriqik me këm përpjet tani kjo, se nuk ullet, po sa të nxehet tenxheria do bjeri poshtë. Ndërsa këtu, bëra kulaçin edhe e kam lënë të rri një çik kështu të mbuluar, se do një gjysmore të paktën, edhe pastaj do ta pjekim. Tham të dilnim një xhiro këtu në taun vërdall, mos u leva fare, vetë vura ato serumet edhe kremrat, edhe flokët siç i lava dje. Është ngrohtë, është 10 gradë, që është shumë mirë. S'kemi diell, po prapë. Bëra përsheshin, kam edhe çik në fund për të bërë kur të vete në shtëpi, po thoj se pjesën më të madhe e bëra, kështu që do tham do dilnim. Të vim një xhiro vërdall edhe pastaj do ikim. Të përfundojmë, pas ka rënë këpuca. Slipim. Ky ma bën mua se po flë bebi. Kujdes se po vjen makina? Bravo. Zogëza e vogël është këtu. Po fle gjumë. Nono është atje. E kemi marrë këtë gjën këtu poshtë, që të ullet. Je okej? Ha? Yeah, I'm okay. Mirë. Mos ma ngri gjakun, hej. Jo ashtu, ullu. Bravo. Wow! Wow, quiz! Këti marrë batanien. Kështu edhe kaq. Si ka një të kemi vesër për puskës e vogël, këtë gjopin me lule. Me bajno Edhe në kështu. dola tu. Të mbaj zemra duart aty, yes. Po t'ja këshon sore. Kërse unë gjinsa dhe gjup, shumë thjesht dhe me thënim veshur të gjithë. Shiko Logan ketri, shiko luk. Sa pas ka këtu, e shikoni? Shplot. është plot, more, shikoni, sa të mirë që janë. U fshejan se kam frikë me sa duket. Sa po përfundova me drekën, edhe kam darë pa këtu mishin e fazanit, edhe përsheshi që ka dalë jashtëzakonisht shumë i shishëm, është i verdh, sepse kam bërë gjysmën me miell gruri dhe gjysmën me miell misri, dhe jep goxha shije. Edhe mishi pastaj që është pjekur në mënyrë fantastike, kam darë edhe një tjetër këtu, edhe pjesa tjetër. Super ka dalë këtë herë, shumë e mirë. Gati për të ngrënë. It's a big brother.
watercolor. Sego baby watercolor. Sego baby. Sego baby watercolor. Sego color. Okay, the black baby potato. Cause green on the two. Cause no brown. Po la fas qupat edhe ti? I ke shoqe ti? Ha? Po la fas qupat? It's black look on the eyes. Si ke black ti ke blu. Baby motra I ka brown. Look at black Po no. ha shkojmë. Qa gjëre ka syt këtë çuni It's janë? black. Black. Pa shko këtë në kamera, shikoj qupat. Shiko qupat. Ha? Kush është? Sissy. Është gjyshi pa I falë të zemra ime.